Alo. Alo, Po, përshëndetje, nga telefonon zonjë. përshëndetje nga Gjermania. Gjermania, ç'është ka, mirë je? Mirë, faleminderit. Ju se jeni një mirë? Mirë edhe ne, faleminderit, mirë. Kesh të shiku televizorin që të pyetjen që a duhet me fal. Me Po. fal duhet, se falja është hynore. Po, A mo fal, po kur mo nuk kthehesh qysh e kon. Se është një fjalë popullore që thonë kur kthehet buka mo nuk kapet qysh u kon. bravo. Edhe gota kur të thejet e kap nashti diqysh, po ajo mos kapët. E ki lëndimin edhe dëshprimin në shpirt, po falja është hynore. Duhet me fal, po kur nuk je i gatshme me kon qysh e kon përpara me çato mo që e kon përpara. Pa marr parasysh a familjara, a shoqni, është mirë më mujt mos me i lëndue njëri tjetër që marr puna ditë falja, po falja është hynore. Ti thua se ke falë gjithmonë. Kom falë gjithmonë, po nuk ku jom kthy më kur ato ku jom kon në atë pikën e dashnisë, respektit, e Pa lumturisë marr me qatë parasysh, person, mos jom kon. Sa ka qenë gabime i dikujt. Po. Qashtu, pa marr parasysh sa u kam gabime, po Ti nuk ke shëndruar njëjta më. falja është e mirë, ama se falja është hynore thujnë. Ama nuk mundesh me kon më kur sikur përpara. Si përpara mos është ajo kur, po edhe një herë fal, edhe apet çat gabim kam i bë, edhe apet fal një herë e dy, po ndodhin senet. Po pra. Zonjë, faleminderit. Mendet Përshëndes. qafsh, faleminderit, ju përshëndes edhe unë juve. Tong. Veritash, vetëm zonjë kanë telefonu. Zonjat edhe falen, zakonisht